Analisti Denis Dyrnjaja thot se kemi arritur në një pikë ku qeveria është bërë si lodër dhe si tek. Ai deklaroi se ka njerëz që i ka harruar atje, janë mykur duke abuzuar me pushtetin dhe duke krijuar tarafe dhe nepotizma. Ai përmendi kreun e agjencisë së mbikëqyrjes së lojrave të fatit, për të cilin tha se ka 10 vjet në pushtet. Diskutuam tregun e lojrave të fatit. 10 vjet ka drejtori që i ka bërë një qok babait vet kryeministri. 10 vjet ka drejtor ai, nuk lëviz ai. Tregu vuktu, korrupsion total, paguhet në të zezë. Pse nuk i kthen syt nga kjo? Pse duhet të taksat dhe themi që kemi probleme me pensionet, se kemi grop të madhe financiare, merr gjithë tregun e lojrave të fatit, përthith gjithë tregun e zi të lojrave të fatit. 1.5 deri në 3 miliard është tregu i lojrave të fatit. Vetëm një operator në të zezë gjeneron 5 milion euro në muaj. Janë para që nuk taksohen, kalojnë nga xhepi im te xhepi yt, ose nga xhepat e njerëzve te xhepat e atij që ka nipt. Pse nuk kujdeset kryeministri për këtë? Nuk e di, ja themi. Pse nuk kujdeset policia? Pse nuk kujdeset ministri i financave që flet për bujqësinë? Nuk flet për këtë, por flet për bujqësinë. Merru me këtë se i ke këtu parat. Çoj kontrolla MLF, çfarë po bën me tregun? Ka një vit që ka hyrë ligji në fuqi. Pse nuk legalizohet tregu? Kush e mban? Të dalë me ndonjë raport publik ministri. Çfarë bëhet me ligjin, me tregun? Apo nuk kalon nëpër rrugë ministri i financave dhe nuk e di se çfarë bëhet? Kjo është e vërteta. Për këtë çështje duhet të fliste opozita, e cila nuk flet se mund të ketë interesat e veta brenda këtij tregu. Prandaj qytetarët votojnë si dele PS apo PD. Kjo është e gjitha një fushatë vendosur totalisht gabim, pasi nuk flitet për interesat e njerëzve. Interesi i njerëzve nuk është në rakordancë me interesat politik. Kryeministrit i intereson vetëm të ketë mazhorancën dhe nuk i intereson se kush do të jenë kukullat e tij poshtë, se e bën vetë fushatën, tha ai në një intervistë për MCN.